Aulon, ju ishit kandidat në zonën e Durrës, Fushkruj, Kruj për deputet. Në bazë të votave të lokalizuara, ju keni fituar Bashkinë e Krujës, të Fushkrujës, por në fund Fushkrujës biles mas 18 vitesh, por në fund nuk arritët të dilni deputet, megjithëse arritët një numër të konsiderueshëm votash, gjë që nuk e arrin dot, pavarësisht se ato kanë qenë sigur në listat e mbyllura, po ju garantoj që nuk arrin të paktën duke fillu nga gjithë ato që ishin listat e mbyllura, përveç Ali Mehmetit edhe Jorita Tabakut, të arrin një numër kaq të konsiderueshëm votash. Por, tashi që është kërkuar rinumërimi i votave, dhe shumë mirë që u kërkua, po del që më shumë është vjedhur brenda llojit, gjë që nuk ndryshon rezultatin e përgjithshëm të zgjedhjeve, por tregon se gjendje është demokracia dhe hapësirat demokratike në raport vlerash në politikën shqiptare dhe sigurisht brenda partive që ju jeni në opozitën, në Partinë Demokratike. Çfarë mund të thoni për këtë? Për hir të vërtetës, është ajo që thoni ju është e saktë. Kam qenë kandidat në qarkun e Durrësit, Bashkinë e Krujës e kemi fitu. Fushkruja pas 18 vitesh u ngjyros blu për shumë kohë, është nga qytetet duhet thënë që është lënë totalisht pas dore tani, sepse kemi qenë bashki dhe me pa drejt në 2015 na kanë kthyr njësi administrative dhe një nga kauzat e mia në rast se do hyja në parlament ishte rikthimi i Fushkrujës bashki. Kjo ishte një nga idetë që unë kisha dhe kjo s'ka lidhje me PD-PS. Të gjithë qytetarët ishin pro kësaj, domethënë që të kthej bashki. Kam marrë deri tani mbi 8120 vota në qarkun e Durrësit dhe kam qenë kandidati i parë në Republikën e Shqipërisë që kam kërkuar rinumërim. Me datën 14 maj, 3 ditë pas zgjedhjeve, ndërkohë që do numërohej diaspora, unë ju drejtova Kasit që kërkoja rinumërim. Dhe Kasi më rrëzoi faktikisht në atë ditë për arsye procedurale, pasi nuk ishte shpallur tabela përmbledhëse e qarkut Durrësit që unë mund godisja domethënë rezultatin. Më vonë kam vazhduar kalvarin tim. Ilir, nuk e di nëse e ke parasysh kodin zgjedhor, por kodi zgjedhor i pamundson kandidatit që të rinumëroj votat. Pra është një kod zgjedhor që duhet hedhur në koshën e mbeturinave. Është një kod zgjedhor pa pikë vlere, për arsye se ne kemi qenë listë hapur. Jo vetëm Auloni, po edhe kandidatë të PS-s, kandidatë të çdo lloj partie tjetër, që minimalisht duhet kenë drejt për me pa votat e veta në një proces që kanë objeksionet e tyre. Ajo është normale. Po, kodi zgjedhor e pamundson sepse këta e kanë shkruajtur kodin zgjedhor në mënyrë të tillë që kanë të drejtë vetëm subjektet politike të kërkojnë rinumërim, jo kandidatët. Më fal, Aulon, por këtë kod zgjedhor ka qenë marrëveshje e Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste. Unë kam thënë gjithmonë. Pra kanë rënë dakord për këtë kod zgjedhor. Ky kod zgjedhor është kodi më i shëmtuar zgjedhor dhe këto do të argumentojmë dhe besoj se do dalë. Jam dakord, por ç'përgjegjësi ma partia ku ju jeni pjesë e saj. Unë po flas çfarë mendoj unë dhe si e shikoj unë kodin zgjedhor dhe për këtë po bëj një betejë dhe këtë betejë nuk po e bëj për mandatin tim, po ja u them me sinqeritetin më të madh. Unë ndoshta nuk kandidoj më. Unë këtë betejë po e bëj që çdo kandidat tjetër që do jetë pas meje në zgjedhjet e ardhshme. Ti do kandidosh prapë tash. Po flas parimisht. Dhe çdo kandidat tjetër që do vinë në zgjedhjet e ardhshme të ketë drejtën për me pa votat e veta. Kaq e thjeshtë është më burr. Nuk na vjen asgjë e keqe ne nga transparenca. Ne do hapim votat, do t'i verifikojmë. Unë kisha të dhëna që votat e mia ishin tjetërsu. Prandaj ju drejtova KQZ-s që të merrja pamjet filmike. Dhe i mora nga KQZ-ja pamjet filmike dhe kam parë votat, Ilir, kanë qenë dy momente të numërimit. Momenti i parë numërohet vota ndërmjet subjekteve politike, mbyllen kutit dhe rihapen për të numëruar votat e kandidatëve. Unë kam parë votat ndërmjet Partisë Socialiste, Partisë Demokratike dhe 9 subjekteve tjera që kanë marrë pjesë aty dhe në ato momente kam shquar dhe votat e mia. Kam parë që në disa kuti votimi më janë marrë vota. Ajo provë që i dorëzova Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ishte një kuti në KZAZ-n e Sukthit,
ku unë kisha marrë 4 vota në atë kuti dhe në proces verbal më kishin shkruar vetëm 2 vota. Kjo e konfirmuar nga KQZ-ja. Nga kush ishin marrë këto vota? Tani Brenda Llojit apo? Brenda Llojit, pra. Brenda Llojit. Okay. Pra, më ishin marrë 2 vota mu, 2 vota Adriatik Hoxhës, një kandidati tjetër që ishte i Partisë Lirisë, por ishte në koalicion. Po, në koalicion, dhe një vot tjetër zonjës Viola Kapedani dhe kjo kandidate nga Durrësi, familje dursake. Dhe këto 5 vota kishin shku te X kandidat tjetër. Tani, në këto momente, unë këtë provë dorëzova në KQZ dhe KQZ-ja vendosi hapjen ekutive në mënyrë të pjesshme në Durrës. Dhe kjo është totalisht e çuditshme për mendimin tim, për arsye se në rast se me Tiranën u vendos që të hapeshin të gjitha kutit, në rast se me Fierin u vendos që të hapeshin të gjitha kutit, tek Durrësi u vendos që të hapeshin rreth 40% e kutive. 40%. Kjo për mendimin tim ishte vendimarrje e gabuar, ndërkohë unë nuk e lash me kaq, kam shku në kolegj zgjedhor për të ankimu vendimin dhe për të ankimu vendimin e kasit që ne kandidatët nuk legjitimohemi. Kolegji zgjedhor na rrëzoi. Ndërkohë tani do shkojmë gjykatë kushtetuese. Në rast se gjykata kushtetuese do na rrëzoj, unë nuk e besoj. Ka mendimin tim. Ne do shkojmë gjykatë, unë personalisht do shkojmë gjykatë të Strasburgut. Sepse është e drejta kushtetuese e cila prevalon mbi kodin zgjedhor në hierarkinë e normave. Kushtetuta është më lart se një kod zgjedhor i cili ndryshohet çdo 2 vjet. Dhe kushtetuta ç'a thot? Çdo njeri ka të drejtën të zgjedhë dhe të zgjidhet kur mbush 18 vjeç dhe çdo njeri ka drejtën për një proces të rregullt ligjor. Unë kërkova thjesht një proces të rregullt ligjor. Fakti që këta nuk pranojnë, atëherë unë i thash kasit, zotëri, nëse ju nuk votoni, ju nuk jeni thjesht një organ administrativ, jeni një organ quasi gjyqësor. Çojeni në gjykatë kushtetuese dhe pyesni gjykatën kushtetuese. Këta thanë jo, kjo është vendimarrje. Por nuk kanë pranuar antarët e PD-s. Gjithë antarët nuk kanë pranuar. Po mirë, këtë kanë fjalën me antarët me këto Rusmaili dolin pakic, mos gaboj, pra ka qenë 4-1 fillimisht, se këtë njëjtin qendrim ka mbajtur dhe në 2021. Por fakti që kishte pakic tregonte që un kam drejt. Dhe këtë ju thash. Fakti që ka pakic ky vendim tregon që ka një mendim kritik aty brenda dhe ne kemi drejt në të rast. Pra, a kam të drejt të pyes që ju ajo që po e shkatron jo vetëm Partinë Demokratike, por në përgjithësi gjithë sistemin dhe politikën shqiptare është që ne nuk kemi arritur pjekurin për të pas një funksionim normal të partive politike dhe kështu që këto parti politike janë pabesueshme për të na ndërtuar pastaj demokraci në përgjithshme dhe për kriju një raport vlerash qoftë në administratën. Pra, ne akoma jemi tamam si entuziastë partizan që marra unë pushtetin edhe vim atë ç'është ai që fletë ke krevati mretis, s'po kujtoj filmin tash. Po, pra, a duhet ju spari kur flas ju drejtohem ajo pjesë që ka mendimin tuaj. Pra, ne kemi kriju parti klanore dhe Partia Demokratike në këtë moment fakti që po bjerret përveç presionit pozitës, unë jam kundërshtar në këtë punë të bëj, do të mundohem të skarroj ty sa më shumë. Lene të parimet morale që flesim, se parimet morale po i shohim edhe në Perëndim dhe Shtetet e Bashkuara tash më. Domethënë që janë vënë pikpyetje shumë gjona. Problemi është ti si do të kundërpërgjigjesh kur ti vet domethënë nuk them ju personalisht, po ju si parti i drejtoheni për këto vjedhje votash, manipulime votash, mungesë vlerash demokracie, etj, i drejtoheni pozitës kur ju vetë nuk i keni dhe jeni në gjendje dëshpëruese me këto dhe prandaj ju shkoni gjithmonë më poshtë dhe nuk arrini të afroni njerëzit që nuk duan të votojnë për pushtetin, dhe është normale për një pushtet të zgjatore, të lodhure, me afera, me kujdiun, por në anën tjetër nuk votojnë as për ju. Dhe unë ja thash pak përpara në bisedë, ore, çfarë do bësh ti për të tërheq mu si Ilir për të votuar për ju? Në këtë gjendje që është Partia Demokratike, nuk e them unë, nuk është mendimi im personal, është mendimi i përgjithshëm dhe këtë tregon dhe zgjedhjet. Çfarë do të bëni ju? Se në radhë parë ju si thonë unë po t'jap me ty, po do t'jem unë modeli herë në radhë parë. A jeni unë këtë gjendje për të kriju një model? Shikoj, Ilir, ti the që politika nuk ka moral, po minimalisht duhet ketë një lloj serioziteti.
Nuk thash moral në kuptimin e Po kësaj. pra, edhe në Europën edhe perëndimore thot politika është e pamoralshme, Po pra. po duhet të ketë një moral mrena i moralitetit politik. qartë, unë them që duhet ketë lloj serioziteti. Pa, Këtë mendoj pa, unë edhe pa. këtë të paktën këtë jam Jo, munduar ke plotësisht drejt. për me sjell domethënë në hyrjen time politiku. Për mua është hera parë në jetën time që kandidoj për deputet. Unë vim nga gazetaria, kam mbaruar të lartë në gazetari, mirë. kam qenë veprimtari i Po, keni qenë aktivist i madh. aktivist i kauzave civile, nuk kam pas ndonjëherë, me të thënë drejtën, shoqat. Nuk kam marrë ndonjëherë fonde në jetën time, gjithçka e kam bë në mënyrë autodidakte me ndihmën e disa shqiptarëve për disa kauza, nuk kam bë namin, po aq mundësi sa kam pas.